edhe Burjani, po nisim me juve Besnik. Pam disa takimet cilat në thelb nuk është se prodhuan ndonjë rezultat. Ishte e pritshme marrë parasysh klimën aktuale politike në vend? Po, në fakt, e diskutuam pak në hyrjet e emisionit, që këto më mirë është quhen mos zhvillime se sa zhvillime, sepse nuk është që kemi diçka të re. Arsye pse kemi shkuar në zgjedhje, ne e dimë që është çështja e presidentit, nuk kemi shkuar në zgjedhje për kuvend ose për çështjen e kryeministrit. Dhe po besoj që edhe partitë politike kanë qenë të vetëdijshme që po i dërgojnë qytetarët edhe një herë në zgjedhje për shkak që me u zgjidhë ky ngërç që na e solli çështja e 80 votave që nuk u arritën asesi në zgjedhje nga zgjedhjet e dhjetorit. Dhe në fakt ne menduam që tashmë partitë politike kanë marrë mesazhin që ky konstelacion politik vazhdon me qenë pavarësisht aty këtu që të ripalë zgjedhje, nuk është që kemi ndonjë ndryshim tepër të madh në skenën politike. Pavarësisht ndoshta dikush ka mujt mos me i prit rezultate, por gjatë gjithë kohës kemi thonë që lëvizjet nuk mund me qenë edhe të jashtëzakonisht të mëdha për një periudhë kaq shkurt kohore. Dhe dëshmoj fakti që për 6 muaj qytetarët megjithse pat disa lëvizje të vogla mes partive politike, por nuk është që erdhën ato ndryshimet që aty këtu kanë mujt me i dhonë ma tepër arsye ose të drejtë një partie politike ose jo. Kështu që kjo skena aktuale politike duhet me pas parasysh që qytetari në zgjedhje ka tregu dhe përmes ka fol duke thënë që partitë politike duhet me bashkëpunu për me ardhur deri te një zgjidhje e ngërçit që është kriju. Mirë po siç duket, fatkeqësisht opozitën kësaj radhe, ky ambient politik i kanë zonë pa përgatitur komplet, sepse sidomos po flasim për lidhjen demokratike të Kosovës, e cila aktualisht më shumë ka probleme të brendshme se sa që mund të flitet për një koalicion të mundshëm potencial që mund ta zgjidhë ngërçin bashkë me lëvizjen vetëvendosje. Dhe në këtë situatë normalisht që po besoj skena më e përshtatshme është për Albin Kurti ndonjëherë, edhe pse edhe dy herat e fundit ose 3 herat e fundit e kemi fituar zgjedhjeve, fatkeqësisht kjo opozitë, fatkeqësisht për opozitën realisht po ja bën ndonjëherë të mundur po ja hap komplet terrenin zotrit Kurti që ta ketë drejtën e botës që nesër thotë që unë i ftova partitë politike, plus çka është një pozitive në këtë rast për lëvizjet vetëvendosje është sepse ftesën e ka bërë ende pa u konstituuar kuvendi dhe ende pa u zgjidhur çështja e kryeministit, sepse ne e dimë që zotri Kurti shumë të lehtë mund ta thras kuvendin nesër, pas nesër kushdo që ai don, mund ta zgjidhë. Po thoni se ishte bërë me plan. Se do të ndodh. Po, absolutisht. Po thoni se është mirë menduar që më pas thuhet se kemi diskutuar edhe për çështje jo vetëm të presidentit, por edhe për bashkëqeverisje, për këtë arsye u ftua para se pra nuk shkoj me metodën e herës kaluar? Albin Kurti kësaj radhe nuk do t'ja lëjë asgjë rastit. Kështu që ai ka vendosur që nesër potencialisht nëse nuk arrihet një rezultat, do ta ketë drejtën e botës që të thotë që unë kam pas mundësinë që ta zgjedh edhe kryeministrin edhe ta konstituoj kuvendin edhe kryeparlamentarin pa ndihmën e opozitës, mirë po ne kam bënë gjatë të tillë sepse kam dashur që të zgjidhim gjitha proceset bashkë, pra mos të kalojmë në çështjen e zgjidhjes së kryeministit pa u diskutuar çështja e zgjidhjes së presidentit. Dhe në këtë rast gjithë ne që jemi këtu prezent do t'i japim, absolutisht nuk kemi mundësi, mandej mos t'i japim të drejtë zotit Kurti, sepse ka bën një hap para partive të tjera. Burjani? Po na dëgjon. Cila është në kujt kanë adones për shkak të problemeve